që prej 18 vjetësh, më i vogli familjes Golemi nga Shkodra mungon. Ardiani, në atë kohë vetëm 22 vjeç, krejt papritur, i shkëputet 6 së vëllecërve dhe motrave dhe humbet gjurmët në mënyrë misterioze. Nuk i mungoni nëndrat për ta parë Shqipërinë ndryshe. Mbi të gjitha, për të qenë i lirë shpirtërisht, si një njeri me besim të madh tek Zoti. Ai ka punuar në Paladyshin, aqësatar. Në 19-ën, ai pa të bëjë një tentativë për të arratisë. Edhe patra ka bregu i liçenit, so. Me po, në shkëna dy gjo, muaj në nesër, ardhe në thanën hajden se është e kanë kap dhe gavanshme. Si minoren që ishte, e falen edhe dënunën me 1 vjetë punë korrektojse. Edhe nga në Paladyshin që ka kënë metalike, me profesion aqësator, e qunin në shene, punëtor, krahit. Në rrallë parë që u hap kisha në Rmaj, vorët katolike. E për ditë mas dite, mas punet, që vite nga në Shenea, i vazhdo të delte mas dite një mote atje të kisha, kontribut me mund krahit, kuptohet, si gjithë Shkodra, si gjithë popull Shkodrës. Filloj punet në nga xhamia, për ditë si e falë të Zoti, mas punet fill hate buk, fill të xhamia. Shqipëria po përjeton të ndryshimin e madh. Themelet e diktaturës komuniste po binin. Më 16 nëntor 1990, Ardian Golemi hap tubimin me rreth 45.000 besimtarë që asistuan në çeljen e të parit kult fetar, atë të xhamisë së Plumbit në lagjin qafë të Shkodrës. Në momentin që po bëhet hapja xhamisë, kur shoh në tribun Ardianin. Thonë ndajtën metem shtang, sidomos me vllani, thëm nuk e dishim këtë punë, se si mund t'jetë kënë, pavarësisht se këta e kanë nërthur si rasti, si ashtu, po edhe fort rasti nuk në duket. Bani hapjen, vllajzër e motra, erdhi kjo ditë gjithë atë fjalim. Mas ti erdhe Hafiz Abria edhe një Sokoli. Më ndojnë në darë ka ardhme në shpi. Thonë drejten, nështë edhe i fjallë e kena folë, unë vllaja, si e bani, atë ke bani, po jo, se më i mëndë si e kena rëndun. Po ti morë, si e bani këtë punë, me sa mëndë si për thonë që ashtu. Hajtë s'ka gjë. Tentativat të mëparshme të tij për t'u arratisur dhe pjesëmarrja në këtë miting i kishin bërë familjen Golemi të druheshin për fatin e Ardianit. Dhe në fakt, ashtu ndodhi. Në mëngjesin e ditës së shtunë, 24 nëntor 1990, ai del nga shtëpia për të shkuar si për ditë në punë, por nuk kthehet më kurrë. Ardhme të punët, në darek. Ne për në kishim orare të ndryshme, nuk u bashim kur për me hongër bashkë. Edhe ule u hongër një, tjetër, prejtë s'ka. Kishte rase që i vanoshin se ishte punën e shenemet, jo zgjatë e orarja gjamë. S'ka, ardhi darka, hiq. Atër dojnë me kërku në për farefis, në për shëqni. Asë një 20 e gjamë, pyet me në punë. Shkojmë të njështë e punë, se shok të punës brigadierë që a kishtë në të kohë. Jo thonë s'ka dalë në punë mjesë. Mas dyte ditë doli një fjallë, që Ardiani ka kalu në Jugoslavi. Pra, mos e kërkoni. Ashtë në shemjerë ka kalu në Jugoslavi. Ajo në qetësoj. Me hapjen e ambasadave, familja Ardianit filluan të interesohen për fatin e tij, por prap asgjë. Filluan me kontaktu shqiptarët nga Jugoslavia, me kontaktu edhe na pritshmërin. Prit se po kontakton sot s'ka, prit nesër s'ka. Atëherë u interesu me vetë. Nana, unë, gjithë vllai, gjithë që ishim. Shkoshim te posta. Pritshim. Vite X-i për shkakun me fol me dhënrina, me vllana, me kekishte. Mërzotnima, pyet a ka pa Ardian Golemin? Mirë, po gjithë që kanë në Beograd, që kanë pyetur ne, për në Beograd Ardiani nuk ka shku. Nana shkret pas Ramet. U pa të interesu në Ministri të Jashtme. Te për avokati i popullit, në prokurorinë, në gjitha kena pa denoncime për zhdukjen e tij, për çdo vjet bëjmë denoncime. Nuk e di, është enigmë ashtu. Në vitin 2006, emisioni Njerëz të humbur fillon të hedhë dritë mbi historinë e zhdukjes së tij. Personi e kishte pa në 92-93 kur janë hapur. Ky person kishte shku në Turqi për punë të veta, me taku lidhje familjare të vetat me vizë. Kishte taku një profesor në një shkollë në Manic të Izmirit. Ai ka hime pi një kafe, ka pa me këtë profesorin, ka pa 3 studenta
ullun një tavolini, ka thënë profesori, hajde urnoni pini kafe me ne se edhe ky është shqiptar, e kam nga Shqipnia. Dhe ky personi tash i pasapyet të 3 studentët nga jeni, nga Shqipnia. 2 kanë dalë kosovar, 1 shqiptar. Prej ka e prej Shqipnia, i ka thënë prej Shkodrës. Po mënyra se si ma thotë, i thotë ngurroj, thotë për të ndiftu. Si përfundim, i ka thënë që filan vend, por fjalët e këtij personit janë, sigurisht janë, i ka thënë, shiko, mos dalin ndaj mohabet, sigur unë jam gjallë, se vetëm ti e personi i parë që e merr vesh. Lajm tjetër është edhe e kanë panë në Gjermani, një njeri që e ka njoft, po se sa është e vërtet. Asgjë nuk ndodhe rastësisht. Të paktën kështu mendon Adnandi, vëllai i Ardianit, i cili së bashku me gjithë familjen shpreson që ai të japë një shenjë jete, duke bërë kështu që dhe shpirtrat e prindërve të tyre të prehen të qetë. I thonë 18 vjet pritje, 18 vjet siklet, 18 vjet në havas, në qiellas, në tokë. Inshallah don Zoti ka në arsye të fortë, veç të jetë gjallë, se çu di unë. Bele kam bën mohabit për Ardianin se nuk është një tip që nuk do të komunikote. Ai me vllahën e dytë ka shku si me kanë shok, jo vllazën. Paktën bëhet i gjallë. Në lecojnë këtë dhimbje. Paktën për hotër jo sa i non që ka vujt shumë për te. S'ka kalon rrugë pa marr. Paktën për një bukë për një ata vujtit që në arrit. Janë dashni që në arrit një tjetër. Ta dinë se ka 3 motra, 2 vllazë që mendojnë për te. Nuk është si do që tjetë, si çfarë do halli që të ketë. Është gjaku jeme, zemra jeme, nuk e lor rrugë ballë, as kërkosh prej nesh. Si do që ta ketë halli, çfarë do rrugë që të ketë njëk, bajnë me ditë. I ky jam më i miri, kësaj është vllai jam si bi mojt, as 3 motrat as vllai tjetër, si bi mojt, as njëni. Të bëhet i gjallë, ta lojnë marrin, ta lojnë fytyrën. Të lojnë zedër në zmun, çose është gjallë. Se ndoshta mund të jetë sedra. Nuk është i parë as i fundit, thojnë. Veç inshallah këto lodhimjesh në këto lot gëzimit për mua e për tonë që janë.